fola. Është teatr, atë pjesën e Dumanit e kishin gjithë me siklet, rrinin dhe nuk ngrinte njëri zërin. Kush është regjizori këtij teatri apo ka bashkë regjizor? Janë bashkë regjizor. Bashkë regjizor. Patjetër. Nuk toleron një tjetër, regjizor tjetër për Rama dhe, domethënë, imagjino Rama, ishte aq i qartë skenari aty, sa Rama e kishte lënë dorë doktorit. Bëje ti këtë filmin se... Dhe englendisej me Altin Dumanin sot. Englendisej në thonjza. Patjetër, ajo ishte kurreshtja. Që përballje e pare. Po, tash duhet parë një parim çik më të thellë. Duhet shohim qëllimin pse ligjvënësi, kushtetuta, ka parashikuar që organet e drejtësisë shkojnë dhe japin llogari përpara parlamentit. Momenti i parë. Ishte me vonesë kjo llogari. Momenti i parë që ishte disa muaj me vonesë, sepse është për vitin e kaluar kjo histori. Por gjithsesi, duhet shohim parimin pse organet e pavarura shkojnë përballë parlamentit. Parimi kryesor i check and balance është që ligjvënësi, i cili është organi më i fuqishëm në Shqipëri, pavarësisht relativizimeve që përpiqet t'i bëj ekzekutivi të tërë pushteteve të tjera, të thrasë në llogaridhënie organet e veta të cilat kanë dalur prej tij, kanë dalë prej vullnetit politik. Që këtu fillon deformimi. Unë jam i bindur dhe kam bindje që check and balance në këtë formë nuk mund të bëhet. Llogaridhënia nuk mund të funksionojë. Nuk mund të funksionojë që nga parimi i përgjithshëm mirë. E para, mënyra se si Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka ndërtuar llogaridhënien e organeve të drejtësisë duke kërkuar në llogaridhënie drejtuesin e prokurorisë posaçme dhe zyrën e prokurorit përgjithshëm ose prokurorin e përgjithshëm, është për të realizuar dy qëllime të rëndësishme që kanë në mendje ligjvënësi. Dhe qëllimi i parë është të shohim si ka shkuar puna me këtë korpus ligjor që ne kemi, dhe qëllimi i dytë është në rast se ti ke defekte, unë të ndihmoj si ligjvënës ti rregullosh këto defekte nëpërmjet nismave ligjore. Pastaj, teoritë e relativizimit e bën pyetjen me shkrim apo e bën pyetjen me gojë, ne nuk jemi në leksion të hapur. Ne duhet Kjo s'ka pikë rëndësie për ty? Për mua nuk ka pikë rëndësie. Rëndësi ka përmbajtja e pyetjeve. Qëllimi dhe fakti që ata 140 deputet aty të kuptojnë se janë persona që kërkojnë llogari mbi mbarvajtjen e punës dhe për të rregulluar puna. Jo për çështje konkrete, jo për hetime konkrete të çështjeve. Këtë që po them unë nuk e pash fare. Nuk e pash asgjë kundi. Llogaridhënia ka një kuptim, ka kuptim parimor. Nuk ka kuptim sa panderu ke marrë ti tek kjo çështje, sa panderu ke marrë ti tek ajo çështje. Llogaridhënia ka një kuptim tjetër. Ti në parimet e përgjithshme të zbatimit të lirive dhe drejtave të njerëzit, për të ushtruar ndjekjen penale siç Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ta ka vënë, ti do vish tek unë si ligjvënës dhe do më thuash, a ka pas shkelje të lirive dhe drejtave të njerëzit në kuadër të afateve hetimore, në kuadër të kozjatjeve të gjykimeve, në kuadër të sigurisë së magjistratëve, në kuadër të korpusit ligjor, ai përgjigjet ai kësaj. Dhe në rast se ti nga analiza që i bën punës tënde konstaton 1, 2, 3 mangësi, i thua ligjvënësit, shiko, ligji numër kaq, mua nuk më funksionon mirë, sepse nga parimet që unë kam parë, kjo duhet kishte ndodhur sot mes krevet institucioneve dhe deputetëve. Nuk ka asnjë logjik tjetër, dhe për të vajtur pasaj se ku degeneroi dhe ku shkoi seanca, kur ti drejtuesi të prokurorisë posaçme, për mua seanca degeneroi në një pa paragjykuar askënd, në një konferencë shtypi të dobët, në një konferencë shtypi lokale, ku ka vajt drejtuesi i prokurorisë në një rreth, edhe gazetarët lokal të gëzuar që ju erdhi drejtuesi i prokurorisë, po i bëjnë pyetje konkrete. Kjo nuk ishte fare seancë parlamentare, sepse një deputet nuk e pyet sa panderur ke marrë te kjo çështje, sa panderur ke marrë ke ajo çështje. Një deputet e pyet kriteret dhe normat e masës sigurimit arrest në burg, ti si prokuror i përgjithshëm, si i ke zbatuar, a ke nevojë për ndryshime ligjore, ti si drejtuesi i prokurorisë posaçme me këto kompetenca që ke, ai lufton lehtësisht krimin organizuar dhe korrupsionin. Këto janë parimet e llogaridhënies.